Lezhë hapi zyrtarisht sezonin turistik veror në përjetën e Shëngjinit me një atmosferë festive që mblodhi vizitorë të shumë dhe operatorë turizmit nga gjithë zona. Aktivitetet nisën me sport tojore për gjatë vit përjetare, ndërsa në sheshin kryesor prezantua ofertë turistike, biznese lokale, kultura, trashëgimia dhe gastronomia karakteristike e Lezhës. Operatorët turistik u shprehin optimist për sezonin kësaj vere, duke theksuar se nuk do mungojnë risitë dhe paketet e reja turistike për të tërhequr pushues vendet të huaj, ndërkohë për vizitorët e pranishëm, bregdeti i Lezhës mbetet një nga destinacionet më të preferuara verore fal natyrës, mikpritjes dhe eksperiencës që ofron zona. Edhe kultura është shumë e përbashkët edhe një eksperiencë shumë e bukur për t'i kalu pushime. Gjithmonë energjia që është në Lezhë në Shëngjin u bën me u rikthyer çdo vetë. Është një destinacion fantastik që mund të zgjidhet këtë verë për arsye sepse ofron turizëm, ofron shërbim, ofron komoditet, ofron gjithçka. Do veja theks veçantë tek mikpritja e Shëngjinit, kultura e cila është shumë e përbashkët, janë shumë mikpritës edhe afërsia që kemi është plazhi më i afërt për ne, pas Tales. Po zonën e Lezhës e frekuentojmë më së shumti. Dhe është nder dhe kënaqësi për ne të jemi këtu dhe të japim kontributin tonë në të gjitha mënyrat. Besoj që kemi hapësirë të mjaftueshme, edhe pse jemi nga Kosova, kemi hapësirë të mjaftueshme këtej. Kryebashkiaku Pierre Indreu deklaroi se bregdeti i Lezhës ka një rritë të ndjeshme të investimeve dhe shërbime turistike, çka sipas ka sjellë interes të shtuar të pushuesve vit pas viti. Lezhë duhet thonë me Shëngjinin, me Talen, me Ranën e Hedhur dhe me lagunën Kunevajin, ka të paktën 4 vite që nuk bie turizmi, por ngjitet. Vazhdon të ngjitet dhe ne vazhdojmë të mbajmë vendin ndër vendet e para për sa i përket pjesëmarrjes turizmit në Shqipëri. Kjo është krenari, kjo është një medalje që gjithë ne na bën nder. Tani me bypassin e Shëngjinit, me rrugën Shëngjin-Velipoj, me rrugën sipër Marinës, me rrugën e Tapës që ndalje dhe me shpresë të madhe që këto ditë të hapet Milot Balltreni, me investimin e madh për 26 milion euro që vjen për ujësjesin e Shëngjinit dhe për implantet e ujërave të zeza, ne pothuajse adresojmë të gjithë problemet kardinale të infrastrukturës të Lezhës. Aktivitetet për hapjen e sezonit turistik vijuan deri në orët e vonë të mbrëmjes me koncertin festiv ku performuan artistë të njohur të skenës shqiptare. Qindra vizitorë bën pjesë atmosfere festive duke shijuar muzikën dhe energjinë që shoqëroi çelën e sezonit veror në Shëngjin.